Bordi i Paqes, një organizatë ndërkombëtare, iniciative presidentit amerikan Donald Trump është inauguruar këtë të njëjtë me një ceremoni të posaçme në Washington. Lider nga 10 vende të botës janë mbledhur për të konkretizuar këtë iniciativë që ka si qëllim paqen dhe rindërtimin e Gazës. Në fjalën e tij, presidenti Trump e paraqiti nismën si organizatën më të rëndësishme ndërkombëtare në histori, duke theksuar se bordi ka potencial të pakufizuar për të sjellë stabilitet, jo vetëm në Gaza, por edhe më gjerë. Bordi i Paqes është një nga gjërat më të arritura. Disa nga luftat zgjasin prej 10 vitesh dhe ne I kemi dhënë fund brenda 2 ditëve. Gaza është shumë komplekse. Marco Rubio po na ndjek. Çfarë pune e mrekullueshme është bërë? Sot është një nder I madh që ju mirëpres në Institutin e Paqes. Është bordi më I fuqishëm. Këtu bën pjesa më e madhe e liderëve botror. Disa po bëjnë naze, po shumë drejtuese kanë pranuar menjëherë. Ka disa që nuk duam t'i kemi. Gjatë prezantimit të liderëve të pranishëm në ceremoni, ranë në sy fakti se presidenti Trump u mjaftua vetëm me përmendjen e emrit të kryeministrit Rama si përfaqësuesi I Shqipërisë, ndërkohë që për udhëheqësit e tjerë ai bëri komente pozitive, madje për disa prej tyre ai nuk nguroi të deklaronte mbështetje publike për fushatat elektorale në vendet respektive. Ky kontrast mes Ramës dhe të tjerëve ra në sy kur presidenti Trump prezantoi presidenten e Kosovës, zonjën Vjosa Osmani. Të kemi këtu kryeministrin Rama të Shqipërisë, presidentja Osmani e Kosovës. Ju faleminderit shumë. Edhe ju po bëni një punë të mrekullueshme. Gjatë fjalës së tij, presidenti amerikan deklaroi se kombet e pranishme në këtë bord do të kontribuojnë miliarda dollar për rindërtimin e Gazës dhe theksoi se vende si Shqipëria dhe Kosova kanë premtuar se do të dërgojnë trupa ushtarake dhe policore në Gaza. Kombe që janë sot këtu nuk do të mbledhin thjesht para, por do të dërgojnë persona për të mbikëqyrur dhe siguruar një paqe të sigurt në Gaza. Indonezia shumë faleminderit, Maroku faleminderit shumë, Shqipëria, Kosova, Kazakistani, të gjithë kanë premtuar trupa dhe polici në Gaza. Trump gjatë fjalës së tij përmendi disa prej konflikteve që ju ka dhënë fund duke vendosur theksin edhe tek marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Për këtë, Trump ju drejtua me një mesazh presidentes Vjosa Osmani. Mund të ngrihemi në këmbë, çfarë pune kemi bërë, shumë mirë, po shkoni shumë mirë me njëri tjetrin dhe kur të mos shkoni mirë me njëri tjetrin, më merrni në telefon dhe e zgjidhim këtë punë. Europa mbetet e përçar lidhur me këtë iniciativë. Bashkimi Evropian ka deklaruar se nuk synon t'i bashkohet bordit për shkak të shqetësimeve mbi mandatin e tij, por vende anëtare të Unionit, siç është rasti I Hungarisë, janë bërë pjesë e këtij bordi.